Edhe mendoj që ma letë është me gjetë të vërtetën dhe pikërisht pse ky pushtet e ka ditë që na muj me gjetë vërtetën, e ka ditë që ka përballë disa gazetarë që pavarësisht nëse i mbyll institucionet kanë me gjetë vërtetën, sepse unë mendoj që më mirë se cila parti politike lëvizja vetëvendosje e nxjerr komunitetin e gazetarëve, sepse pikërisht për shkak të punës gazetarëve ajo sot është pushtet. Edhe çka ka bëu vetëvendosja në momentin e parë kur ka ardhur në pushtet, ka thonë, "Okej, kush ka qenë ata të cilët e kanë rrëzu pushtetin? A kanë qenë partitë politike ju? Ka qenë raportimet e gazetarëve, ka qenë shoqëria civile e cila ka ngritë zonin për keqpërdorimet brenda pushtetit, edhe cilët normalisht i ka shfrytzuar në mënyrën më të mirë të mundshme vetëvendosja në çdo protestë saj, ka ardhur në pushtet. Tash, hajde çka po bëjmë na? Qysh na mendojnë pushtet gjatë? Ti kriminalizojmë mediat, shoqërinë civile, ta bëjmë para publikut si pavlerë që publiku ti mos i kupton. Tash unë nuk mendoj që janë 80% e njerëzve që nuk i besojnë media. Unë mendoj që janë 50-50. Po janë pak më të heshton ata cilët i besojnë mediave dhe janë të prirur me qenë pak më kopratës dhe me dojnë votu edhe për gjithçka tjetër, kështu që edhe nuk komentojnë fort, thjesht i ngojnë lajmet dhe rrinë të shtëpia. Por vetëvendosja ka një ushtri të rrjeteve sociale, cilët shumë mirë dinë me i bo shpërndarjen e lajmeve, cilët ato dojnë. Dhe normalisht që gjithë kësaj i ka kontribu edhe mbyllja hermetike e qeverisë Kurti, duke mos dorën konferenca për media, duke mos i lejuar gazetarët të ballafaqohet thjesht në terren me gazetar, po thjesht duke e përçu vetëm mesazhin që ai po don me përçu të publiku, dhe normalisht që atë mesazh ato grupet me kryeministrin që janë një 100.000 grupe, e shpërndajnë për rrjetet sociale, e marri normalisht ata cilët e pëlqejnë, edhe është kriju kjo narrativa që gazetarët janë me luftë hibride, gazetarët paguhen prej Serbisë, gazetarët janë udhbasha, kanë interesa personale. Në fakt nëse i kqyr, shumë mirë tha Adelina, nëse i kqyr, jemi të njëjtit njerëz që kemi raportu për aferat korruptive kur ka qenë pushtet Lidhja Demokratike. Jemi të njëjtit njerëz që kemi raportu për aferat korruptive kur ka qenë PDK-ja. Edhe ty që i dim hulumtimet e asaj kohe. Edhe unë jë udhbash, paguna me dinar. Këto është një problematik që na këtë çështje në lojmeve cilat unë i përmenda, që të mba mendjen që ti po e thekson. Mba mendja shkull kolektive. Shumë ti ki problem me njerëz se cilët ti raporton për ta, që kryesisht kanë pozita dhe nuk po dyshoj që ata e kanë mba mendjen të shkurtuar, sa që mos me di që kemi raportu me një qeverisje të kalume, sepse potencialisht edhe në qatë qeverisja i ka punu, po me na i farë pozite